Të gjithë e din punën që e baj, aktivitetin që e baj. Para pak ditëve unë nënshkru një aleancë. Aleanca ushtarake mes Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës. Dëgjoni mirë, shumë është e rëndësishme kjo punë. Aleancë ushtarake mes Shqipërisë, Kroacisë, Kosovës. Kroacia po thot hapthazi. Për këtë aleancë ushtarake nuk e pyes Serbien, nuk e pyes as NATO. Edhe tani ta bëjmë një pyetje. Kush është jashtë kësaj aleancë? Jashtë kësaj aleancë është Bosnia, të shtetet që kanë më afër ne. Bosnia dhe Maqedonia. Dhe Serbia po mbetet alat me muslimanët, shumë e vërtetë. Prandaj ata duan ta muslimanizojnë Kosovën, si për ta ndarë prej Shqipërisë. E vetmja mënyrë, e vetmja kohë, jo vetëm e Serbisë, dhe edhe forcave tehta, llojave botërore është me muslimanizu Kosovën. Prandaj janë ndërth shumë parë na për media, na për televizore, edhe aktore vëndojnë mbulesa me kallëzu që Kosova është shtet islam. Pikrisht se duan me kriju një konflikt shqiptaro-shqiptar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kjo është vërteta. Dhe këtë vërtet do të na thonë.